Qeve shatë, na përëtërisht pyshëm drejt në drejt. Okej. Që e sinjallin? Hej, nuk gëzëj më me prek se këta më kanë dollë këtë. A më nëshme më ndrua tje, nuk gëzëj këtë më ndrua tje. Dole në konferenca, obo. Qeve shpa? Mund të filloj? Qeve të rapres një pak, se na me klonin jena, s'kena sinjane. A është plan e gati për... Jo, qeve shpa? Sa duhet me prit? Ma shumë të një me atë. A fillojmë se neve në të naprit. A fillojmë? Okej. Kur jetë? Këta po naprit se neve. Veç mos të ankohen ta kolektive se për ju presin juve. Ne sa në redë. Kolegë nderuar, përfaqësues të medjave, mirë se keni ardhur, mirë mbrëma. Ramush Haradinaj do të jetë kandidat për kryeministër i koalicionit parazgjedhor ndërmjet AK, Nisma dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Duhet t'ju them se koalicioni i sontem parazgjedhor është një zgjidhje e imponuar. Mirë po pavarësisht prej saj, duke i pa gjitha rrethanat, duke i pa gjitha zhvillimet që kanë ndodhur gjatë ditës sotme me koalicionet parazgjedhore, kemi vendosur që të shkojmë në bashkëqeverisje me Partinë Demokratike të Kosovës, ne si koalicion i arritur shumë kohë më përpara me Partinë Politike Nisma dhe marrëveshje e koalicionit, siç ju thash, është me kandidat për kryeministër zotin Ramush Haradinaj. Po besojmë fuqishëm se ky është fakt, kjo është zgjidhja më e mirë dhe kjo është ajo kërkesa e disa viteve të fundit, se ky vend më në fund ka nevojë që drejtohet, që të udhëhiqet prej një njeriu i cili ka kredibilitet dhe ne po besojmë që ky njeri është Ramush Haradinaj. Pa asnjë dyshim, koalicioni që kemi arritur sot me Partinë Demokratike të Kosovës do të jetë koalicion fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit. Marrëveshja me partnerin e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës nënkupton që lista e kandidatëve për deputet ndahet në përpjesëtim të barabartë, do me thënë 55 kandidat do t'i ketë koalicioni i deritashëm AK Nisma, ndërkaq që 55 kandidat do t'i ketë Partia Demokratike. Thash edhe një herë, zgjidhja ka qenë imponuar, ky është realiteti, ne do të punojmë fuqishëm, e kemi vlerësuar edhe qëndrimin e Partisë Demokratike dhe zgjedhjen e tyre që të rreshtohen prapa Ramush Haradinaj si kandidat për kryeministër të ardhshëm të Kosovës. Me mua janë edhe kolegët nga partia të ardhë kryesisë, e kam sekretarin e përgjithshëm në krahun tim të majt, e kam në kryetarin e Partisë Ahmet Isufin, kryetarin e komunës Obilicit, në kryetarin e Libjanit, sekretarin zotin Berisha, kryetarin e Rahovecit e kështu me radhë, mos i numëroj të gjithë. Po besoj që ndoshta edhe Ahmeti dhe sekretari i përgjithshëm duhet kenë nga i qëndrim tyre lidhur me atë që ka ndodhur sot në këtë ditë bukur të gjatë e bukur të mundimshme edhe për juve. Ahmet, po ta jap fjalën. Faleminderit. Është momenti i duhur që kryeministri i Republikës Kosovës të jetë zoti Ramush Haradinaj, i cili i ka munguar Kosovës dhe besojmë që do të zhvillojë Kosovën ashtu si e do populli i Kosovës. Prandaj është një zgjidhje e duhur për Kosovën, për qytetarët e saj dhe për zhvillimet e reja që na presin. I urojmë sukses zotit Haradinaj, i urojmë koalicionit fitor. Faleminderit. Sekretari i përgjithshëm zoti Kuqi. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Mendojmë që
kjo është një përgjigje më mirë i një kombinimit më të keq. Domthonë përgjigja më mirë e mundshme të pas parasysh kombinimin më të keq për Kosovën në rrethonat që gjenden në Kosovë. Kjo është një kundërpërgjigje të gjitha grupimeve dhe të gjitha çështjet që bisedu që për Kosovën të udhëheqin tipat si zoti Pacolli edhe si zoti Mustafa. Në rrethonat që është Kosova, asgjësi një qeveri si ardhshme nuk i duhet Kosovës, edhe kjo është një kundërpërgjigje më mirë. Ne jemi të bindur që Kosovën në këto rrethona të vështira që gjenden në Kosova do ta udhëheqë kryeministri i ardhshëm Ramush Haradinaj. Mu kjo na ka shtyr që ta kemi një koalicion të tillë, të bindur se është koalicioni më i mirë në rrethonat e caktuara. Faleminderit Blerim, po është rradha juaj. Cila do të jetë pozat tjera që do të ndame zotin Njejtaj që një pajtu do me PDK-n me që kryeministri jo keni kërkuar, që do të përfitojnë ata nga kjo marrëveshje e koalicionit në të rast, edhe pse i thyr vjetë e kuqe që keni për partitë mbështetës kemi? E kemi vlerësuar për shembull që njëra prej pyetjeve që është e pashmangshme në këtë konferencë shtypi janë vijat e kuqe. E shpjegoj pak sekretari Kuqi, e thashë edhe unë në fillim, koalicioni sotëm ka qenë një zgjidhje e imponuar. E kemi pas të rëndësishme që njëra prej partive politike të arreshtohet mbrapa kandidaturës së Ramush Haradinaj për kryeministër të vendit. Kjo nënkupton që Aleanca do ta drejtojë qeverinë e ardhshme të Kosovës dhe të tjerët që janë bashkuar këtij koalicioni do të arreshtohen pas tij. Cila është kërkesa ose çfarë do të marrë Partia Demokratike e Kosovës? Unë ju thash që marrëveshja nënkupton ndarjen e listës 50 me 50%, dhe kjo do të jetë edhe formula e ndarjes së dikasterave qeveritare në rast të fitores së koalicionit që është arritur sot, dhe unë nuk besoj që ndonjëri prej jush dyshon që ky koalicion do të jetë fitues. Arsyeja pse janë thyer ato që ju i quani vijat e kuqe është sepse realisht ne nuk i kemi thyer, ne kemi pas kandidaturën e zotit Haradinaj, kemi pas vizionin ton për ta drejtuar këtë vend. Besoj që kjo nuk nënkupton thyrjen të linjave të kuqe. Dikush tjetër? Pyetje tjetër? Urna. Pas vijat të kuqe deshta me dita, kur pritni ju të rafu PDK-ja? Cëllat vik? Nuk po besoj për shembull që do të duhet jetë tani pjesë e fjalorit tonë. Në politikë gjithmonë edhe siç i quajnë kolegu im besatimet, kolegu im Matoshi besatimet, por edhe tradhtit janë të mundshme. Nëse ndonjëri prej anëtarëve të koalicionit do të vendosë që të trajtojë për shembull këtë poshtë të fitores, nuk na trajton neve, trajton veten e vet. Pyetje tjetër? Ata që i faktorisht detyruar ta bënin një koalicion të tillë as për rrethanave. A u frigut edhe ju edhe PDK-ja prej linjës demokratike? Nuk po besoj, për shembull, nuk po besoj që mund të flitet për një frikë. E përmendi Blerim Kuqi, neve deri me sot jemi përballë me një qeveri e cila ka qenë e dëmshme për vendin. Të tillë e kemi vlerësuar në vazhdimsi. Koalicioni i arritur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, duke futur brenda edhe Aleancën Kosovë e Re ose zotin Pacolli, me gjasa që të riciklohet e njëjta mendësi qeverise, në një farë forme në ka primëru edhe neve që ti themi Partisë Demokratike të Kosovës, okej, mund të nisemi në flamurin e Ramush Haradinaj. Po, Partia Demokratike ishte ajo që ju akuzonit për krejt të këqijat, manuara, për marrëveshjen e demarkacionit, asociacionin e këtë. Po sepse Partia Demokratike ka qenë flamurtari i qeverisë, tashmë nuk janë. Pyetje tjetër? Keni folë çështjen e demarkacionit me PDK? Qëndrimi për demarkacionin është ai që ka qenë gjithmonë, nuk ka qenë qëndrimi kalkuluar për fushat zgjedhore dhe për vota. Marrëveshja është vlerësuar e dëmshme. Këtë e kanë kuptuar edhe Partia Demokratike e Kosovës,
te e kanë kuptuar edhe deputetët e shumicës, prandaj kjo marrëveshje ka dështuar që të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës për 2 vjet. Kolegë, faleminderit për kohën që e patët. Si qytetar. Qytetar, nëse nuk jeni gazetar. Jo, s'kam pyetje, vetëm ja urime. Faleminderit për Inshallah e gëzojmë gjithë. Faleminderit. Po më vjen çudi se ju ka u buzësha gazetarëve. Jo, nuk Pra ka thënë këto pyetje që bojnë sonde me pyet. Kjo është merita që ju ka kthyer Ramush Haradinaj kur këty periudhës ka qenë dorë tek kthjellësi kryeministit. gazetar, kolegë janë të luajtur. Tani urime në fitore. Kolegë, faleminderit shumë. Faleminderit. Natën e mirë. Faleminderit.